Në ambientet e bibliotekës Marin Barleti në Shkodër u promovua sot libri më i ri i autorit Nadir Xhabiaku me titull Përmendorja e kujtesës. Ky është botimi i 14 në krijimtarinë e tij letrare dhe vjen në bashkëpunim me shoqatën e të përndjekurve politik, duke sjellë në fokus kujtesën historike dhe përjetimet e atyre që kanë vuajtur gjatë periudhës së diktaturës komuniste. Gjatë fjalës së tij, autori Xhabiaku ndau me të pranishmit emocionet për librin e ri. Përmendorja e lirisë ka një anër e vjetër dhe dy pjesë të kësaj trilogjie unë i kam botuar dhe pres me botuar dhe pjesën e tretë të një trilogjie që ka një temë të veçantë për edukimin e rinisë tonë sidomos. Është trilogjia për persekucionin komunist pasadiçar. E treta pret radhën e botimit në laboratorin e krijuesit, kuptohet se nuk është punu akoma. Unë kam pas fatin të njohë pothuajse gjithë verion duke punu si mësues, karaktere nga më të ndryshmit që nga Kuksi, Kruma, Hasit e deri në Vërmosh, të gjithë ato janë regjistruar në memorien time dhe në shënimet e mia, jo vetëm memorie sepse është pa mundur të mohen mend gjithë ato personazhe. Janë regjistruar në memorien time dhe erdhi momenti kur unë u lirova nga punë shtetërore sepse në drejtimin e shkollës Gjelfishta gati 20 vite, 19 vite në thënë të drejtën kisha ngarkesë shumë të madhe, por ja erdhi momenti që më ngacmun, edhe shok më ngacmun, ato shënime, hedhin letër zotëri se ka ardhur koha me hedhën letër. Dhe si mësues i vjetër i gjuhës dhe letërsisë, që e njoh këtë fushë, është fusha ime, kuptohet, unë fillova punën për botimet. Autori foli edhe për vështirësitë ekonomike që përballen shkrimtarët sot për të botuar veprat e tyre. Ai theksoi se pavarësisht pengesave për kushtimin ndaj letërsisë dhe kujtesës historike, mbetet i fortë. Fatkeqësisht duhet thënë që akoma nuk është e vunë vije pavarësisht se bën ca panajire e tjerë. Zotëri, di çdo të thotë të botosh sot. Vetëm ne që botojmë me shumë sakrifica e me shumë lypje majtas dhe djathtas, e fëmijët i kemi vunë në pozitat e vështira në këtë drejtim, por dëshira për të botuar, dëshira për t'ju lënë si relike këto vepra të kohës sonë, sepse aty është përgjithsisht koha jonë, besojmë se e jep frutin e vetë. Në promovim morën pjesë shkrimtarë, studiues dhe dashamirës të librit, si dhe përfaqësues nga politika, të cilët vlerësuan rolin e autorit në ruajtjen e kujtesës historike përmes fjalës së shkruar.